Nëse një pacient pas një biopsie ose një rezonancë magnetike e shet një prezencë një tumori që është në fillimet e stadeve të para, a rekomandohet edhe në rastet e tilla PET-CT-ja? A ka diçka që pacientët duhet me prit me kanë kesh për me bani PET-CT? Zemra pritet edhe në atë raste para dhe pas, për shembull neve na ndodh që karcinom e rektumit të zurës trosh, për shembull, hipotetikisht, është dyshuar me rezonancë magnetike ose CT varet çka kemi bën na për imazhërisë si metodë. Edhe është dyshuar për shembull për radiologut që ka trashje të çatimuri që dyshoni në dos, mos mundet më kanë domethënë malin e kalon të dyshem, nuk e kanë se ka raste kur ti edhe je i sigurt 100% mirë, po normal biopsia. Ka hi për shembull kirurgu e ka marrë biopsin, por nuk e ka marrë në vendin e duhur, qelizat kanë dalë që janë inflamatore benine, pacienti nuk ka karcinom, domethënë nuk është marrë biopsia në vendin e duhur. Kur i njëjti pacient ka bë PET-CT, na kemi pa vendin e biopsisë që morë dikon tjetër, pacienti u kanë i kënaqur edhe doktori që nuk ka dalë mirë, po dyshimet prap janë kanë, edhe o cek sakt. Për shembull në PET-CT-hin çdo merre biopsinë që kjo në dos, qoftë edhe 5 mm, 10, 12, 14, kur janë të vogla, kam fjalën se kur janë domethënë të morë me atë dashin letë edhe me një ultrazajzi. Domethënë na ndodhen edhe këto raste. Kështu që PET-CT-ja unë e preferoj domethënë të bëhet pa e kqyr asnjë efekt ansor, shumë edhe të pacientat që morën radioterapi dhe kemoterapi llogaritet edhe në botë ashtu edhe shkencëtarisht se ata përpas ky lloj rrezatimeve dhe që morëm nuk shpreh efekte ansore, se ata dhe ashtu morën rrezatim edhe vetë kemoterapia i shkatron, ajo nuk i shkatron kemoterapia qelizat maligna, të njëjtën kohë i shkatron edhe qelizat e shëndosha dhe maligne. Kështu që nuk ka efekt, domethënë efekti pozitiv, nuk kanë çka mu ushqetësu për me mendu apo dyshoj një herë apo bëj as po bëj. Ka raste për shembull edhe që për shembull pacienti ka një karcinom qafës për shembull, edhe mandej tu recidivu qështu, edhe ka hi si protokoll e ka bë dhe ma shpesh si 2 herë në vjet. Apo, I ka 3 herë në vjet, po ban në ato raste kur është senzitive, specifike domosdoshme për pacientin. Që nuk kemi mujt për shembull e ke bë me rezonancë, gjithçysh u lyp biopsi, po pra biopsia nashta e ka qitë se të dyshim, atëherë ka vërtetu me PET-CT. Atin kemi raste të ndryshme, domethënë përvoja të ndryshme gjatë këtyne viteve, mirë po e rëndësishme është se është metode gold standard për moment. Për Kosovën në PET-CT-ja, se në Amerikë, në vendet të zhvillume tash po funksionan PET-MRI që e ki pa rrezatim krejt. Mirë po janë pajisjet që janë shumë shtrejta. Mendoj që në të ardhmen edhe këto, sidomos për pjesën e pediatrisë, edhe pse kursejnë fëmija për më bo PET-CT, nuk është që preferohet shumë edhe këta fëmija që vujnë domethënë me smundje malimi, mirë po PET-MRI kish më kanë diçka që kish me zavendësu PET-CT, mirë po janë shumë të kushtueshme për momentin. Duke nis prej faktit që prej pas luftës Spitali Rezonanca çdo herë ka pru çka është trend në vendet tjera, nuk po dyshoj që edhe kjo do të vjetë së shpejti në rezonancë. Po e vërtet edhe kjo në tarë, si rezonancën të pa një ndërtim krejt një spitali të ri, tash investimet të reja të shuim, dhe më thonë që kanë marrë me krejt, me pajisje, dhe më thonë të reja, mund tjetë dhe kjo mirë, po janë tepër shumë të kushtueshme, sa që nëse e këqyrë përfitimin se kur ti mund është minëzirë krejt ata miliona për një aparati, duhet me mendu në krahasim me PET-CT-n që tash i ka domethënë çmimet më të lira, po plas për PET rezonancën.